Përshëndetje të gjithëve. Sot në kuzhinën time kam përgatitur një supë shumë të lehtë. Përgatitet pa mish, por plot shije dhe vlera ushqyese. Është ajo supë që të ngrohtë trupin dhe shpirtin. Por më tepër të merr shumë pak kohë në kuzhinë. Fillojmë nga puna. Këtu kam një qep, nuk është shumë e madhe, e vogël është kjo qep. E presim qepën në pjesë të vogla. Dhe më pas do ta vendosim në një tigan të thellë. Shtojmë vaj ulliri dhe direkt në zjarr për t'i bërë një kaurdisje. Ndërkohë që qepa kaurdiset, ne presim në pjesë të vogla 2 bresh. Do mundohemi t'i grim sa më holl. Dhe mënyra se si do e përgatisim këtë supë, do ta shikoni që nuk ndihet fare aroma e breshit. E shtojmë edhe breshin në tigan. E përziejmë mirë. Sërish do t'i vendosim kapakun dhe do ta lëmë të skuqet avash. Ndërkohë që breshi skuqet, vazhdojmë të presim perimet e tjera. Këtu kemi 2 karota, do t'i presim në kubik të vegjël. Sigurisht që formën mund t'ja jepni si të dëshironi ju, por unë do t'i pres në kubik të vegjël. Presim edhe 2 patate. I kemi kanti. Edhe preshi është skuqur dhe ka rënë ndjeshëm nga vëllimi. Është momenti për të shtuar karotat dhe patatet. I përzejmë të gjitha së bashku dhe sërish do t'i lëm 5 minuta me kapak. Këtu kam një dorë me domate pomodorini. Por nëse nuk i keni, mund të mos i shtoni fare. I shtojmë edhe domatet, i përziejmë mirë, do t'i lëm 5 minuta derisa domatet të shpërbëhen. Gjithmonë minutazhi i lënë në tenxhere varet edhe nga temperatura që ju gatuani. Unë gatuaj me temperaturë të ulët. Këtu kam një dorë me spinaq. E shtuam edhe spinaqin. Po i shtoj dhe një koncentrat pule. Për të reduktuar aromën e preshit, unë i shtoj 1 filxhan çaj me qumësht. Është qumshti ai që heq plotësisht aromën e preshit. I lëm për 5 minuta të ziejnë perimet së bashku. Sigurisht që janë zbutur. Dhe në fund fare do shtojmë këto makaronat e vogla. Mund të përdorni makaronat në formë elbi ose edhe në formë ylli, ashtu si shtova unë. E rregulluam masën me krip, pak biber të zi, por më shumë shije dhe ngjyrën do t'i shtoj shafran. I mbuloj me ujë ose lëngmishi. Mua nuk mundos lëngmishi, ndaj i shtova ujë ose lëng perimesh. I ziejmë për 15 minuta dhe supa tashmë është gati. Për më shumë shije unë në fund i shtova dhe një lugë me gjalp. E përzim derisa gjalpi të shkrijë plotësisht dhe kështu të ngrohtë e shërbejmë. Nëse ju pëlqejnë recetat e thjeshta dhe të shijshme, mos harroni ta ruani këtë video dhe ta ndani me dikë që ka nevojë për një pjatë supe të ngrohtë sot. Me dashuri nga kuzhina ime.